Christian Aslani pritet të largohet nga Torino pasi nuk është në planet e klubit. Interi në anën tjetër do I hap rrugë përfundimit të huazimit vetëm pasi të ketë siguruar ekipin e ri ku Aslani mund të mbyllë sezonin. Së fundmi raportohet se Sassuolo dhe Parma po interesohen të sikaltrit për shërbimet e mesfushorit shqiptar. Të dyja skuadrat e Serie A janë në nevojë për një mesfushor me karakteristikat e Aslanit, siç raportohet nga Sport Italia. Vetë Interi ndërkohë sugjeroi te Fiorentina që më parë shfaqte interes për Aslanin. Aslani refuzoi kategorikisht Sassuolon gjatë verës, po ashtu të njëjtën gjë bënte edhe me ofertat që mbërrinin nga jashtë Italisë. 23 vjeçari po kalon një periudhë të vështirë në Itali. Te Torino ishte si rrufe në qiell të hapur vendimi për ta nxjerrë jashtë planeve. Më parë ishte aktivizuar thuajsa rregullisht si titullar, ndërsa ndaj Veronës nuk mori asnjë minutë. Christian Aslani është pranë largimit nga Torino pasi klubi Serie A I ka komunikuar Interit se mesfushori nuk është në planet e tyre për pjesën e mbetur të sezonit. Ditën e sotme u zbulua se zikaltrit e ofruan te Fiorentina, ndërsa një zgjidhje e re del në pas së fundmi. Sport Media se tregon se dyert janë hapur për Aslanin që të kryet një transferim jashtë Italisë. Fakti është se mesfushori shqiptar ka luajtur vetëm në Serie A deri tani. Aslani refuzoi gjatë verës që të largohej nga Italia. Tashmë situata duket më ndryshe dhe dëshirat e tij duket se do kalojnë në plan të dytë. Mbetet për të mësuar se cili klub do t'i afrohet këtij transferimi. Torino e ka kapur Interin të papërgatitur në këtë moment, ndërsa mendohej se huazimit do t'i shkohej deri në fund. Për këtë zikaltrit nuk kanë pranuar prishjen e huazimit në mënyrë të njëanshme. Aslani është parë si dështim pasi u derdhën 1.5 milion euro vetëm për huazimin që shkoi pak muaj. Christian Aslani me sa duket e ka mbyllur me Torino. Klubi Granata nuk është gati të paguajë në fund të sezonit 11.5 milion euro për kartonin e tij, ndaj po planifikon që ta kthejë përsëri mbrapsht lojtarin tek Interi që e ka në pronësi. Një marrëveshje që nuk është finalizuar, por për të cilën presidenti I Interit Giuseppe Marotta theksoi se mund të ndodhte. Ai la të kuptohet se për Aslanin do të gjente një zgjidhje tjetër që me sa duket kanë nisur të diskutojnë që dje, kur u hapën lajmet për largimin e tij nga Torino. Sipas gazetarit të njohur për merkato në Itali, Nicolo Schira, largimi I tij nga Torino është çështje e kryer, dhe tashmë klubi zikaltër ja ka propozuar Aslanin klubit të Fiorentinës. Skuadra e qytetit të Firences aktualisht është në fundin e tabelës së klasifikimit në Serie A, por po bën një revolucion të mirëfillt duke larguar lojtarë që kanë zhgënjyer, ndaj ajo mund të jetë e interesuar për Aslanin. Edhe ky I fundit gjithashtu ka nevojë për një projekt të ri pas dështimit të Torino, duke kërkuar një klub që do të ketë besim të aftësitë e tij plotësisht. Christian Aslani është gjithnjë më shumë pranë largimit nga Torino, ku ishte huazuar në startin e këtij sezoni për t'u kthyer tek Interi. Një kthim I përkohshëm për mesfushorin pasi ai nuk ka hapësira në radhët e skuadrës së drejtuar nga Christian Kivu dhe nuk bën pjesë në planet e tij. Këtë e ka bërë të qartë edhe presidenti I Interit Giuseppe Marotta, I cili ndonse nuk ka konfirmuar kthimin me do e mos të mesfushorit shqiptar, ka bërë të qartë se në eventualitetin e një vendimi të tillë do t'i gjendet një sistemim tjetër që ai të vazhdojë të luajë. Ky është një huazim që kemi bërë me Torinon, nuk kemi folur ende, do ta vlerësojmë, ai është një aset I yni dhe duhet të përpiqemi të respektojmë vlerën e lojtarit. Nëse nuk do të ekzistonin kushtet që ai të vazhdojë atje, do të gjejmë një sistemim tjetër, u shpreh Marotta, duke lënë të kuptohet se për lojtarin nuk ka vend aktualisht në radhët e zikaltërve. Aventura e Christian Aslanit në radhët e Torinos mund të mbyllet shumë më shpejt nga sa mendoi. Mesfushori I kombëtares shqiptare duket se nuk ka përmbushur pritshmërinë në klubin e ri ndaj torinezët, po mendojnë të mbyllin marrëveshjen dhe të kthejnë tek Interi futbollistin shqiptar. Lajmin e bën të ditur gazetari Matteo Moretto, një emër I njohur për merkaton dhe njëkohësisht një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Fabrizio Romanos. Torino po mendon seriozisht ndërprerjen e parakohshme të huazimit të Christian Aslanit. Mesfushori shqiptar do të kthehej kështu tek Interi. Vendimi përfundimtar do të merret pas ndeshjes së kampionatit ndaj Veronës, ishte postimi I tij në rrjetet sociale duke I dhënë rrugë kësaj hipoteze të bujshme. Aslani u dha në huazim me të drejtën e blerjes për shifrën e 11.5 milion eurove në fund të sezonit.
por me sa duket Torino nuk e sheh si një futbollist për të cilin të bëjë një investim të tillë dhe po bën plante të tjera që nuk përfshin kësaj mesfushorin shqiptar. Tani pritet të mësohet vendimi pas ndeshjes së sotme.